E kuptove dhe një situatën se është foltorja. Foltorja është për të ndërgjegjësuar shqiptarët. Në rast se shqiptarët nuk zgjohen, Saliu do shkojë të bëjë marrëveshje dhe Edi do bëjë marrëveshje, sepse qëllimi është që të zgjohen. Në rast se ti zotëri e ke ndar mendjen që mos të votosh, e të largosh nga Shqipëria shtetet të mira, Saliu edhe Edi do vazhdojnë të jenë në krye të partisë. Pse më thuaj ti më zotëri mua? Më thuaj, në cilin vend të botës ekziston kjo çoti se erdha unë? O zotri, çdo gjë merret me betejë më. Ekziston kjo fjali që ikën Edi Rama, do vi dikush tjetër t'ia marrë karrikën se të thotë Edi Rama, pa, hajde merr se ti je djalë i bukur, ti je djalë garipa, e kupton? Po nuk ndodh kjo gjë, as Saliu as Edi Rama nuk ka fal asnjëherë më. Imagjino Edi Rama edhe duke qenë duke vdekur, nuk e jep karrikën asnjërit aty brenda, se e di ç'a jam. E di pse nuk e jep, ta e them unë. Sepse rasti Luli që u godit nga Saliu është treguesi i qartë që as Edi Rama nuk beson asnjë rast tjetër Luli. Kupton? Pra, ajo që duhet kuptojmë ne është kjo. Sali Berisha bëri diçka që nuk e bën dot një politikan. Në asnjë vend të botës besojmë. Rimori një parti e cila ishte ulur kryq me Amerikën. Më thojë ti mua para 5 vitesh flisje dikush apo më PD-ja kundër Amerikës, edhe tani kur flasin në Luri kime, si amban, se kanë vizën, kanë frikë për një vizë, a kupton? Qa kryoj foltorja Saliut? Kundër Jurit? Qa kryoj? Ate Lulin, e këputin mes. E nëzori, sepse Luli donte të bënte model se si pastroj babaj politik. Dhe ky është mesazh për Edi Ramën. Dhe Edi Rama çka ka bërë? Ka parë situatën dhe PD-ja thot, mos ndodhi një njëjtë situatë për mua dhe thot Spakut, vlla, vazhdo tani. E kuptove tani? Pra, situata është më e gjerë dhe sidomos duhet presim edhe marrëveshje politike. Pse? Se politika këtë ka për qëllim, bësh marrëveshje, për çfarë bëhet politika? Për mos bësh marrëveshje, për çfarë do të shkojë ec ku të vaj, shkoj ku të shkoj. Avokat, tani po. Jo votoja këtë që Edi Rama dhe Sali Berisha do qëndrojnë në krye të partive të tyre, edhe diçka tjetër ta bëjmë një analizë të qytetarët. Pse mendoni ju se Rama ka 83 mandate është i gëzuar? Por ju garantoj unë që është njeriu më, do thënë, më i dobët në këtë aspekt. Sepse nesër një faliment të papritur financiar, ne do themi Edi Rama, e kupton? Edhe ne do themi PS-ja, e kupton tani? Sepse kriza financiare do prek edhe socialistët. Dhe Edi Rama nuk e merr dot këtë kosto. Dhe prandaj po të them unë që ngjarje që mund të detyrojë Edi Ramën dhe Sali Berishën të bëjnë një pakt politik është o ngjarje financiare o antarësimi në Bashkimin Evropian. Që të bëjnë një pakt dhe të bëjnë një qeveri teknike. Rrugë tjetër nuk ka. Pse po të them? Dikush mund të thotë që Rama do ta arrestojnë, do ta procedojnë kështu. Ore të procedojnë sa do duash. Mënyra e arrestimit për brenda dyshoj. Tani nga jashtë do një avion papritur vjen, si dihet. Nuk i dihet. Por e vërteta është që ju duhet keni parasysh diçka. Në momentin kur do të vijë avioni nga jashtë Edi Ramës, Saliu si gjithmonë që ka në histori shquhet gjithmonë kjo gjë, mund të bëjë një pakt politik me Edi Ramën. A do të jetë në favor të Partisë Demokratike apo jo, nuk e di. Po në rast se vjen avioni, jam i bindur që Saliu do ta mbrojë. E di pse e bën Saliu këtë gjë? Se kështu ka bërë edhe në 97-ën. Kështu ka bërë Saliu edhe në 1991, 92, 93 kur bërë 7501 që gjithë thënë Saliu, ndërkohë ligji është votuar nga socialistët dhe komisionerët kanë qenë të gjithë të kohës së komunizmit, edhe falë ka Saliu. Se ai vetëm ai njeriu që ja faturojnë gjitha. A kupton? 21 janar e vrau gardistët që ishin në vijën e parë, Saliu e ka falë se pas ka dhënë urdhër në distancë. A kupton tani ku është perceptimi? Prandaj po ju them që në aktualitetin politik shqiptar do mbizotroj Sali Berisha dhe Edi Rama se pikrisht nuk ka njerëz të cilët shkojnë dhe të thonë
unë do të konkurroj te ky parti dhe dua të vendos politikbërjen time ose prezencën time, karakterin tim, atë që unë mendoj politikisht brenda kësaj partie politike. Jo se ata të godasin, por ti duhet të krijosh mekanizma. Për shembull, dëgjoja Ali Mehmetin, thoshte nuk jam dakord thatë me këtë foltoren. O vlla, në studio televizive të hapun edhe unë tani them po ti Dylber, bëjmë treshe me Ali Mehmetin edhe bëjmë tani koment nga mes deri në darkë. Zotri, në strukturën tënde politike, atje të shkosh ta thuash te kryetari, po ke mundësi t'ia thuash aty pse nuk je dakord. Se jo në studio, çdo studio bën një koment edhe të tjerë. Edhe personat të tjerë me radhë thonë nuk bjemi dakord, po jo pse duhet bësh kështu ashtu. Prandaj po them që situata për mendimin tim është pak e komplikuar. Jam i sigurt që në një rrugëzidhje përfundimtare do të ketë situata Balluku, por tek Balluku ta keni parasysh që Rama tek gjykata kushtetuese, në rast se e gjykon ashtu siç duhet, Rama do dalë viktim e këtij pezullimit dhe Rama do të godasë politikisht në artikulimin e tij prokurorin dhe gjykatësin. Dhe do të them një fakt konkret, ai që do të jetë shumë dakord me Edi Ramën për këtë fakt, po duke i thënë dy gjëra Edi Ramës, që ja bëre lavazhin spaku nga mes deri në darkë dhe i bëre avokatin Ballukut nga mes deri në darkë. Po ju qytetarët socialistë që votoni Partinë Socialiste, duhet kuptoni që Rama është tallur me spakun dhe me ju, sepse në fund fare kur i erdhi zjarri, ai përdori ujin, sepse pikrisht ai e ka ujin. Ndërsa ju do të digjeni nga flaka e spakut. Avokat, tani ne kemi përpara festat e nëntorit, pastaj futet dhjetori, ky sezon iku, gjitha këto skenar mbetën për të parë në janar e tutje dhe unë të falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë ju falenderoj për ftesën.